Mirdita, paradokset janë të shumëllojta, por paradoksi më i madh në fushën mediatike komunikative ka ndodhur në Shqipëri, mbasi vizita e kryetarit Partisë Demokratike në Bruksel krijoi lajme editoriale, artikuj e kryartikuj, 34% më shumë në Shqipëri është fjala, se sa samiti i Bashkimit Politik Europian. Mendoj se rrallë ndonjëherë Partia Demokratike ka kapur një apogje të tillë. Dhe kjo dëshmon se sa i drejt, sa i rëndësishëm, çfarë fuqie ka misioni i saj për mbrojtjen e votës së lirë të shqiptarëve. Ju keni pa këto ditë nga dita e martë e javës që kaloi gjerësot, një mori të pafund, shfrimesh të një lakeizmi të neveritshëm në shkallë ekstreme, të qeveritarëve të cilët të rëndin me nga shkrimet e tyre se si të qetësonin kryetarin e organizatës tyre kriminale Edi Ramën dhe si të mirnin në formacionet e reja të narkoshtetit një pozicion më të përshtatshëm. Keni pa se si një suit e tërë mjeranësh të kapur kokë e xhep nga krimi i narkoshtetit, lebetiteshin në mediat e tyre, portalet, televizionet dhe mediat sociale, që të gjithë për një arsye të vetme. Në Bruksel moren një plag të pashërim. Mori një plag pashërim farsa e tyre elektorale, morën një demaskim ekzemplar lidhjet e tyre me botën e krimit, organizatat më kartelet e drogës dhe organizatat më të rrezikshme kriminale, mori një demaskim edhe njërë farsa zgjedhore në të gjitha dimensionet e saj. Kur ndonjëherë, në 34 vite, Brukseli nuk ka qenë më shqiptar, se sa ato 2 ditë të javës së kaluar.
të javës së kaluar. E marta dhe e mërkura e javës që kaloi ishin ditët në të cilat në tempullin e demokracisë u mbrojtën interesat jetike të shqiptarëve, vota e lirë e tyre, dhe u bë pretenca ndaj Edi Ramës, farsës elektorale, mandateve kalp, u bë pretenca e shtetit monstruoz elektoral shqiptar, u bë pretenca e narkoshtetit shqiptar, të pojave, çelave, bajrëve, e tjerë. Ishin ditët më të veçanta. Prandaj dhe i them çdo shqiptari se aty me sensin e madh të përgjegjësisë ndaj çdo qytetari shqiptar që beson tek vota e lirë, me sensin më të madh të kësaj përgjegjësie, ne mbrojtëm interesat më jetike të votës së lirë, të dignitetit të shqiptarëve dhe të Shqipërisë. Ishin ditë që u ngecën në fyt farsën dhe lidhjet me krimin Edi Ramës, Plumbesha Gjokës, Taulan Begojarisit, Ergjys Agasit dhe eksponentëve tjerë madhor të krimit në qeveri, përfaqësuesve të tyre në parlament, Sara Miles, Dyrmishit, Arken Balls, e shumë të tjerëve. Ishin ditë të cilat i dhanë një rrjedhë të re shpresës dhe besimit se shqiptarët do votojnë të lirë si kombe tjera. Në zërat më autoritativ të mazhorancës që qeverisë në Bruksel dhe në Europë, u theksue abuzimi masiv publik me rezervat me burimet shtetërore, kërcënimi zgjedhësve dhe administratës publike, përdorimi gjobave dhe bonusve për të grabit vota. Mbjellja e 29.300 hektarve kanabis apo 290 milion metër katror. U theksua se krimi, dhe kjo është një kryefjalë, ta dinë shqiptarët, krimi në Shqipëri i lidhur me politikën pengon rotacionin dhe nuk lejon ndryshimin e pushtetit. Pra, për të kuptuar se pse puthadorët
e qeverisë dhe qeveritarët, narkoqeveritarët, reaguan kaq të turbuar. Se bota e tyre mediatike që kontrollojnë, krijoi 34% më shumë lajme editoriale pa llogaritë komente, se komentet të i kalojnë 300%, 500%, po ato i përjashtojnë. Për këtë vizitë, ata në një aspekt, me atë që morën, e meritonin, humben çdo arsye, çdo logjik. Natyrisht, unë nuk mund të falënderoj këta lakej, këta balozë të krimit, por reagimet e tyre ndaj mbrojtjes votës lirë, sepse ekzistenca e tyre është pikërisht pushteti i krimit dhe narkoshteti. Por unë, në emër të gjithë shqiptarëve, që janë shumicë dhe që duan votën e lirë, shpreh mirënjohjen më të madhe Partisë Popullore Europiane, presidencës së kësaj partie, e cila me gojën e sekretarës përgjithshme një deklaratë denoncoi farsën elektorale në Shqipëri si një akt i shëmtuar. Falënderoj me mirënjohje të thellë kryetarin e Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Evropian, zotin David McAllister, i cili në udhëheqjen e tij e shndroi këtë institucion në një avokat të fuqishëm të vërtetave të mëdha. Një mirënjohje të pakufishme për koordinatorin e grupit më të madh parlamentar në Parlamentin Evropian, zotin Michael Gahler, të nderuarin deputet, eurodeputet, që u paraqiti kolegëve të tyre si në Komisionin e Jashtëm, ashtu dhe në Asamblenë Politike, të gjithë të vërtetën e farsë elektorale në Shqipëri, denoi me forcën më të madhe këtë farsë dhe u bë një avokat, një zë i fuqishëm i pamposhtur i interesave të shqiptarëve për votën e lirë. Natyrisht në këtë histeri mediatike, thash dhe njëherë, që të i kaloj 34% zhurmën e samitit më të madh që është mbajtur ndonjëherë në Shqipëri, e bëri këtë. Mbleks është interesa individuale të intelektualëve kriminalë që mbështesin farsën, të diplomatëve hajdut të nxjerrë nga shërbimi si të tillë, të banalizëve të denoncuar publikisht si gjobdhënës të neveritshëm, të mjeranëve që janë të gatshëm të ndrojnë flamur çdo ditë për padronin që i paguan më shumë. Por të gjitha këto firmë lidhen tek një njeri, tek Edi Rama, i cili kuptoi dhe nisi me urgjencë dy përfaqësues të tij, të cilët
e mbrojtën apo e tradhtuan atë nuk e di, por një gjë u them shqiptarëve, dolen nga ajo mbledhje me me fytyrë të nxirë, më të nxirë se këpucët e tyre. Dhe njëri prej tyre, ata që e panë, konstatuan se ishte në shok psiqik. Po, absolutisht. Pastori që kumbaj, kurse e tjeni, ishte sfazuar fare. U kthyn dy spijujt e qeverisë, si që erdhen, thash dhe njëherë, nuk unë i quaj të pafajshëm, sepse ishin para një misioni impossible. Mission impossible. Nuk mund të mbronin ata dorëzimin e portit prej vitesh kartelit më të fuqishëm të drogës pojave, dorëzimin e autostradës heroinës, telve. Nuk mund të mbronin ata zhdukjen e insineratorit 130 milion euro nga Edi Rama dhe Erion Veriaj. Nuk mund të mbronin ata implikimin e Olsi Ramës. Ishte dhe sishte, ja u shpjegova unë si është punë e tij. Me grupin Zibraka. Nuk mund të mbronin ata. Ata ishte mission impossible. Nuk mund të mbronin ata aferat me Alalabarin të Edi Ramës. Nuk mbronin dot ata. Lidhje e Edi Ramës me Plum Gjokën. Po kur e dini edhe Adelaiden e murdhve shiu, aty personazh nuk ishte vetëm Suedi, nuk u bëvë edhe Adelaida Rocco, e cila garanton të gjitha karteleve të drogës dhe organizatave kriminale kundër shpërblimeve shumë të mëdha për Edi Ramën leje të ndërtimit dhe investimet e aferave. Pra, nuk mund të mbronin vendimin e Edi Ramës për të dhënë 100 euro shpërblim për çdo pensionist në mes fushatës elektorale. Nuk mund të mbronin faljen e 200 milion euro në kundërshtim me çdo ligj, 2 ditë para zgjedhjeve. Nuk mund të mbronin ushtrinë polici politike, voc administratë shqiptare shtruar në armatë e patronazhisë dhe 10 mijëra punojës. Nuk mund të mbronin 10 mijëra leje legalizimi, certifikata pronësie, leje ndërtimi për vota të dhëna gjatë fushatës elektorale. Nuk mund të mbronin 29.000 hektar, 140 herë më shumë se lejon ligji, kanabis për votë. Ndaj dhe ata dolen pothuajse si për serum në ajo mbledhje. U përpoqa para shqiptarëve të bëj zbërthimin sepse kjo vaje e të mërshme e narkomazhorancës nga takimet në Bruxelles që të i kaloj 34% samitin e bashkimit politik europian në Tiranë. Jam këtu për të zotuar para shqiptarëve se këto janë vetëm hapat e para, se kur kjo fars nuk do përligjet, kur kjo fars nuk do të njihet. Faleminderit. Kemi zë? Zoti Berisha, Isa Myzyra nga Ora News. Nuk e di nëse keni parë gjatë kohës që ju keni qenë në Bruxelles, në Shqipëri zhvilluar një debat në lidhje me burgun e Spaqit, një restaurim që
ka ndodhur atje në sajtë një filmi. Keni një ngjarjet në burgun e Spaqit. Ka ndodhur një restaurim atje dhe ka reaguar në ndjeshme dhe Ministria e Kulturës. Keni një koment në lidhje me Kam një këtë koment. situatë? Është indirekt përdorimi i një preteksti për të shuar gjurmët, për të mbrojtur xhelatët e diktaturës. Është një shkelmim për zdyti i asaj, i ati kalvari që ka ndodhur në atë kamp, dhe ky është Edi Rama mendon se me suva do mund të shuaj veprën e etërve të tij barbar. Është thjesht pra përpjekje e Edi Ramës për të mbyllur me suva dhe me bojra gjëmën e të mërshme që ka ndodhur në atë kamp ndaj qindra dhe mijëra shqiptarëve. Është dëshmi tjetër se si ky pasardhës i një xhelati të diktaturës komuniste përpiqet të zvoglojë aktet shnjërzore të atij regjimi që ky e quajti ana e drejtë e historisë. Zoti Berisha Marsi Korreshi nga Syri Televizion thatë pak më parë se ajo që ndodhi në Bruksel është vetëm hapi i parë që do të marrë Partia Demokratike në ato që e ceconi edhe si ndërgjegjësimin e ndërkombëtarëve për atë se çfarë ka ndodhur në Shqipëri. Cilat do të jenë hapat e radhës që do të ndërmerrni dhe kur do të merren këto hapa konkret në kuadër të mosnjohjes së zgjedhjeve të 11 majit? Faleminderit. Gjithçka është në vazhdim. Natyrisht, Brukseli ishte dhe duhet të ishte stacioni i parë. Dhe unë mendoj se ato 2 ditë në Bruksel krijuan një tërmet të madh në narkoshtetin falangat e tij. Kjo do vazhdoj me të gjitha institucionet ndërkombëtare, do vazhdoj me të gjitha qeveritë e vendeve mike, do vazhdoj më pas me shqiptarët për rikthimin e votës lirë. Zoti Berisha, këto ditë në Tiranë përfaqësues të mazhorancës thanë se raporti i Komisionit të Jashtëm Parlamentit Evropian ishte certifikues për zgjedhjet, duke u referuar veçanërisht fjalës zgjedhjet ishin konkurruese. Ju si lexoni deklaratën? Në fakt, raporti ishte shumë i ndershëm. Kishte marrë 5 rrjeshtat e para të raportit të OSBE-Odirit, në të cilat për herë të parë në histori përmbysën zgjedhjet. Po, në raport thuhet tekstualisht se zgjedhjet u administruan në mënyrë profesionale. Kjo nënkupton shpërndarjen e kutive të votimit, komisionet e votimit, proceset të gjitha me radhë. Po një gjë, administrimi më profesional i zgjedhjeve ka qenë diktaturë. Aty ishte i përsosur, jo profesional, i përsosur. Së dyti, thot ishin kompetitive. Po. Sepse lejohet mirë pjesë, jo vetëm kandidat të një partie, po dhe të partive tjera. Ky është kushti i kompetitivitetit. Dhe kjo është e vërtetë. Por thot, garë e pa barabartë. Thot, narkoshtet, më falni, shtet elektoral, përdorim i gjerë i burimeve nga partia në pushtet. Pra i rëzon zgjedhjet. Dhe këte kanë kuptuar këta mirë. Tani çfarë bën këta, Anisa? Këta pas ju përpoqen të ashisin raportin si sukses, e pa që raporti ishte për ta
dhe kaluan në injorimin total të raportit dhe citimin e koordinatorit të grupit socialist në Parlamentin Evropian, zotit Shider, të cilin e falënderoj për takimin që na rezervoi dhe që ne patëm rastin ta sqarojmë atë për shumë aspekte. Unë nuk mund them se në ç'orë u bë deklarata, por ajo që mund them unë ju, ai ndigjoj me interes dhe shtroj dhe pyetje për problemet caktuara. Kështu që pas kësaj ata raportin më në gojë nuk e kanë përmend. E kanë përjashtuar fjalën raport fare. U përpoqen të mashtrojnë shqiptarë të thonë që komisioni mbështeti antarësimin e Shqipërisë 2007, mashtrim i pa skrupull. Ata thonë se mirëpresin ambicjen e Edi Ramës për 27-ën, por rikujtojnë, shkruhet në raport, rikujtojnë se vendet kandidate kalojnë në për transformimit të thella për të përmbushur kriteret të antarësimit gjatë negociatave të cilat zgjasin sa është e nevojshme për të implementuar reformat e nevojshme. As 27-ën, as 30-ën, as 35-ën nuk e vën këtu fare. Shqipëria është sot vendi i shtetit një partjak ku të gjitha pushtetet janë në duar të kreut organizacë kriminale. Kjo është e vërteta aktuale. Ndaj dhe raporti thekson nevojnë për të forcuar transparencen, përgjegjësinë dhe përfshirjen e procesit antarësimit dhe përfshin dimensionin parlamentar. Paremron kundër çdo veprimi që mund të dëmtojë sistemin e kontrollit dhe të balancave, që nuk ekziston në Shqipëri. Pra denoncon parlamentin për qëndrimin e pushtetit në duart e një njeriu dhe në nështrimin e parlamentit ndaj urdhrave të Edi Ramës. Ndaj dhe raporti bën thirrje Shqipërisë për të përshpejtuar reformat, për të forcuar sundimin e ligjit, shtetin ligjore, kuptoni ku është thirrja tani, sepse nuk ka shtet ligjor funksional. Dhe rrit të luftoj korrupsionin, krimin e organizuar, të parandaloj trafikun e qenjave njerëzore dhe të siguroj mbrojtjen e drejtave thelbësore të njeriut, të bëj përparim në fushat e lirisë së shprehjes, lirisë së informacionit, pluralizmit. Shikoni çfarë, prandaj s'përmendin raportin, e kuptoni ju pse s'përmendet raporti apo jo. Pluralizmit dhe pavarësisë së medjave. Paralajmëron kundër çdo veprimi që mund të dëmtojë sistemin e kontrollit dhe të balancave. Raporti denoncon Edi Ramën sepse parlamenti nuk zbaton vendimet e gjykatës kushtetuese. Nuk ekziston pra shteti ligjor. Thekson detyrën e parlamentit për të respektuar vendimet e gjykatës kushtetuese pavonesë. Denoncon parlamentin një lloj si parlament regjimi, që nuk ruan, nuk garanton kontrollin dhe balancën e pushteteve, ndaj dhe raporti thekson rolin themelor dhe të pazëvendësueshëm parlamentit në ruajtjen e kontrolleve dhe balancave. Denoncon mungesën e përgjegjësisë. Fjalë për fjalë, ju lutem, lexojeni. Mungesën e përgjegjësisë demokratike dhe transparencës, ndaj dhe raporti bën thirrje Shqipërisë për të siguruar përgjegjësi demokratike për të forcuar qeverisjen e fortë dhe transparence. Raporti analizon ato që thash për zgjedhjet parlamentare. Denon ashpër sulmet ndaj gazetarëve të zakonshme për Edi Ramën, dhunën verbale, denon Olta Xhaçkën,
për cilin përmbysën parlamenti dhe raportet të ndarjes pushteteve. Pra, mund të them se raporti, jo që nuk thot në asnjë rrjetë të tij se Shqipëria, se do mbështes antarësimin e Shqipërisë në vitin 2027, siç u gënjej ju o qytetar, lakejt e qeverisë dhe ministrat e saj, por përkundrazi, shpreh e zez mbi të bardhë damkos situatën në vend në Shqipëri. Po? Nga BCNU, zoti Berisha, mazhoranca socialiste ju akuzon se në Bruksel, gjatë qëndrimit tuaj ju I keni dorëzuar një letër eurodeputetëve të Parlamentit Evropian ku I kërkoni të bllokojnë negociatat për antarësimin e Shqipërisë. A është e vërtet kjo? Do më falish, po në rast se ke lexuar rezolutën e 82 partive politike të Partisë Popullore Europiane që udhëheq dhe Parlamentin Evropian. Ajo rezolut thot se Bashkimi Evropian duhet të kushtëzojë progresin e Shqipërisë me respektimin e të drejtave themelore të shqiptarëve, me zhvillimin e zgjedhjeve të drejta, me drejtësinë e pavarur, se harrova t'u lexoj këtu. Raporti denon kontrollin e vazhdueshëm politik mbi drejtësinë. Kapjen e saj, në raport kjo, ndërhyrja politike e vazhdueshme në sistemin e drejtësisë. Cili është qëndrimi ynë? Dhe e kemi bërë qartë këtu para jush. E thot raporti, do më falish. Çfarë thot raporti? Edhe bërë mirë që më pyete, se këta janë mashtrues si këta. Mirëpret angazhimin e palkundur të Shqipërisë për integrimin e Bashkimit Evropian, duke reflektuar konsensusin ndërmjet të gjitha partive politike, qeveritare dhe opozitës, dhe mbështetjen e madhe ndërmjet qytetarëve. Këta përpiqen që standardet që dhunojnë, lidhjet me krimin, vjedhjet e mëdha që u bën shqiptarëve, të fajsojnë opozitën, sepse nuk I përtyp dot Bashkimi Evropian. Pra, qëndrimi është ky, një herë dhe 1000 herë. Shqipëria, ne mbështesim integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Por Shqipëria, përveç kriterit gjeostrategjik, I cili është një kriter I rëndësishëm, nuk përmbush asnjë kriter tjetër në rrugën e integrimit. Siç e shihni, është një propagandë vulgare e atyre që janë shkaku kryesor I kësaj situate, sepse fryhen çdo ditë me paratë e krimit dhe paratë që marrin nga qeveritarët. Kam një pyetje tjetër, meqense ju folët për audiencë kësaj jave, në fakt ka një audiencë më të madhe që vjen përtej oqeanit për krisjen e aleancës, ndoshta aleanca e dekadës ishte ajo, mes Donald Trump dhe Elon Musk. Tani këto janë dy figurat të cilat ju I jeni referuar shumë, sidomos gjatë fushatës elektorale. Kujt I jepni të drejtë në këtë përplasje? Së pari, nuk I lejoj vetës kur të nërhy në një debat të brendshëm të një vendi tjetër. Asnjëherë. Po shiko çfarë ndodh këtu, se tani po. A e morët ju vesh? Pse u shkarkua komandanti I gardës? Pse e censuruat ju lajmin të vërtetën e shkarkimit të tij? Një socialist I thekuraj, por e shkarkoi për fajin e vetëm se doli lajmi I shtrimit ti urgjent në spital.
shtrimit të Edi Ramës urgjent në spital. Se si pas Edi Ramës, ky Onuzi do t'ja u qep të gojnë të gjithë personelit që e panë se në gjendje shkumonte, e panë dhe ky ishte fajtori. Dhe unë denoncoj heshtjen e medjave, sidomos me vetvrasjen që ndodhi fill mrapa të ushtarit të gardë. Një oficer, një ushtar profesionist, një njeri në detyrës, u gjeti vrarë në zyrën e tij. Urdhë? Në makinë, faleminderit, po, në makinë. Ju kujtohet ju vrasi i shoferit Fatmir Xhafs? Ju kujtohet? Po. Kur Xhafa ishte ministri i brendshëm. Kurse ky, çfarë ndodhi me te? E paraqiten se ky vrau vetën në makinë. Edhe për me Shehun thanë që vrau vetën dhomë të gjumit. Unë nuk kam dhana dhe i kërkoj ndjes familjes, i shpreh ngushëllime familjes. Spari familjes së të ndjerit i shpreh ngushëllime. Por bëj thirrje avokatit të popullit dhe ju garantoj që opozita do ta hetoj, sepse kjo ndodhi fill pas shkarkimit brutal të komandantit gardës për shkak të daljes së lajmit se Edi Rama shkoi, ashtu si shkon edhe herët e tjera, në spital dhe bëri një goditje, çfarë bëri se di çfarë kishte, se nuk merrem me problemet e tij, por merrem sigurisht shkarkimi i komandantit gardës dhe vetvrasja e një ushtari është një ngjarje shumë tronditëse për një vend. Pyetjet fundit për ta mbyllur këtë fundjavë. Keni deklaruar kohë më parë se ju jeni tifoz me çdo kombëtare që fiton përveç Serbisë. Meqense sot luhet Shqipëri-Serbi. I uroj nga zemra sukses dhe fitore kombëtarës sonë. Uroj një ndeshje në kulmin e futbollit, do ta ndjek. Uroj që ata që me shpirt e zemër janë me Vučićin, mos dalin atë, mos shkojnë atë ndeshje. Në u pas.